Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje jemi të shtemi ku do që jeni në vazhdim do ju sjellum fshatin Halabak, komuna Podojeves. Ky është fillimi i fshatit, këtu janë shtëpit e para të fshatit Halabak. Hajde ta komentojmë bashkarisht fshatin të shohim se si është mënyra jetesës, por ajo çka është më e rëndësishmja, banorët se si janë, për çka njihen, e shumë veçoritë të tjera që i përkasin fshatit Halabak. Në fillim të fshatit mund të më thonë lirshëm është një pastërti e dukshme, gjë që më pëlqen në çdo fshat me pas. Përveç të tjera kemi edhe pjesën e trotuarit, normalisht na i lehtëson xhirimet në çdo fshat. Hajde po shkojmë ma tonë fshatit, a jam të e pa një banor. O, përshëndetje! Po, ku jeni shtëpia e madhe? Nëse pa shtëpi ke po në kuptimin me zemër të madhe. Mirë, faleminderit, jo? Si jeni? Mirë, jo? Që sa fillum? A je bat? Po jo si jeni? Shto fillimi ka tunë dhe. Po mirë, a e kom fillu mirë? Po mirë, fillu të ese. Po në nuk ja huqi, çdo herë mirë më bërë. Jo, pesho që si e të jahu se po të përcjellur zash. Pesi kum po të shyri. Faleminderit. Apo na këshyr problemet a vesh kështu që Po të mirat e të këqijat, kështu me dëshirë kom qef. I kanë këshyr ata dite, po ndoshta. Ndëgjam, e vërtet është ekipa jonë ka qenë për një problem që e keni ju, por unë e kam me tërë fshatin. Tash apo i këshyr këtë problemin që kanë këshyr. Hajde t'i këshyrëm qa ka, qa s'ka. Une mundohem veç të mira me pasqyru, po në rast kur kemi edhe problem, edhe ato duhet me shqyrtu. Nuk e di ata, a e në shku atje, në komunë mi thoni sen aja veç. Ja sen s'di. Unë e ju e poshë, që i kanë qitë në televizor, po se di atje a e në shku e heq. E kanë po dhata, e kanë po. Po më nërë. Sigurisht e kanë po, po shpresoj që nuk ka hosë në vesh të shërdër. Ndoshin me po. Që shjeni? No, në gjollë. Kritë Qëre rahat? kja që mirë. Pe këty të fillon problemi, që u plish kanalizimi. Që po edhe anë këtu. Se dha dite kam po vesh ati naltë. E që tu i ko një 70 metra, që ko nevoj më konë 2 por gypa, në por që bojnë ta ujtë fekal, shriut, 600, për mos më shemë kje, edhe në por kanalizimi prish pe këty të ati naltë. Ta shënë që ka po arri me kuptu, po s'kam të regove uj i peshëm bashkë me kanalizimin bashkohen. Që atje bashkohen. E të mërshme. Kjo jenë prish të gypat. Kjo jenë një pej, që kanalizimi kësajte. Ta s'ko gypa, a u met një gyp që ashtu aso met heqa, se i ka gju ujt. E që kur... Ta shë edhe jera të jordh. Që kur e keni këtë problem? E kemi 4-5 vjet i ko. Sakë se di, shtu me jove me ditë. Por apërsisht 4-5 vjet i ko. Jeni anku po besoj, sigurisht që po. Një anku e. Çfarë përgjigje keni marrë po më intereson edhe a keni pas vizita? Gjithherë ku morë përgjigje të mira, po e vime në reshëm. Edhe në orë dhe kanë këshyrën e 4 vetë. E kanë quët dikan një kompanisë të i silësit. 4 vetë erën që të tani ata, me bagere, me kamion, me krejt. Ta s'pasa kur gjë këtu, thash. Kur t'jenë në ujë, tha në thret, ta e pi numër në telefonit. Tash e ti numër në telefonit, mësë me e pesh, se ti e që të t'is për dhe me shpluë. E s'do është me shpluë, problemit që e ka. Më pastaj? Ma pastaj jemi me qështu. Banorët e fshatit kështu, a bashkonin do njëherë edhe me... Bashkonin, se i kum lajmune, se jetë në pranverë, bile një për tyne, po në nëdë në i sjellës,
e kemi pushtu një 50.000 orë katunit. Ja më s'ku më ditë qka se jes për doket, jo për dëluj, jes për dëluj. Qëto është, qëto problemi. Gjendje të keqe. Po këta logjes tem. Se po që për shemet asfalti, qa është fort me ditë qysh ka ke punë hish, po jenë tu për asfalti ja kanë gjuha dhe vup me kamion. Ta shë më shef problemi këtu. A këtu përzit ujësjelësi me kanalizim, qëtu. Ja qëtu i nëllë trevat e kanalizimit. Krejta ja logje, edhe këtu, qëtu derët, edhe përzit. Këta uj tash, jo që do të me pijone, po krejt katune, edhe kush pin në qatë qeshme, e pin Bashkë me kanalizim. Bashkë me kanalizim. Diri para 5-4 viteve, që shini konë? Ka qenë gjendja mirë? Allahe mirë u konë, po u shpërthyje që e cërë tani e kam lu problemi. Une, u jam kush me shpi. Po, këtu i kom posë rojt. I ka nalti më dollune. Kom prite, po i sash i më dollën penzije, dhe të këshyrë problem, harve të luti, hajt, jasë botis. Edhe tash na e përdyrë mujtë me kanalizim me shtybe. Dhe të vazhdojnë me pi Po, këta uj? Allahe vazhdojnë kretë, unë me pi ja, as për e një, po... Po s'mund është asë robat me i pastru me ta? Po i pasha zotin, nuk e di, me që ta po i pastrujnë. A keni hap poseta kështu në ferobora, diçka? Keme, unë kam atë bonarin, poseta që shkrytojnë. Bonarin e kam e, kom gjitë një farmatori, po edhe e lëshej ke një farë ndryshko të bardhë, atë në për banja në për... Edhe thash... Peshu, ka herë qëtësot, ka herë të rëbëllot, ka herë botë. E kur ka reshje shiu, si është gjendja në këtë pjesën ku jemi? Kur ka reshje shiu, ujtë ka të gjonë në shkanë, sajdesh. Edhe kondërmën me të madhe, se i nëzjerë krejta të Më mbetje. kunder muë, se ka njës halergjego fort, se typen ka përtet sa dhe heq. Asë rjetë të heq, që atje kam do vlazni, që atje kam një vlo, që atje më gjallore, ko shëreja, ko i shije, veç i këtu s'ka përcet, veç më ka përcuj, sa dhe është problem, po hale se ka rjegjego fort. E tash, sa i përket ujtë pishëm, këtë pjesë nuk e ka pa? Këta veç ja ullëshojnë. Vena e kop, vena se kop, se qkyj atu, gypi qkyj atu, edhe pi hup. Edhe shpërndat, po, Po, të pi hup. kontrola. Po pi hup. Her jo vjen, her se vjen. Vëlloj, ta mena shumica se më rrinë se jenë shpërthyë cevat, si këshyrë kush. Në të rrisë jove, që e bunore 2-3 bunore, dhe që atje e kemi një, të ta sheri këtu edhe këtu fliqen. Se nuk e shfrytëzojshit mundësin para zgjedhjeve? Do shta e Para kështë zje, të po bon një nuk më zgjidhje. jarë ujë këty në hujet. Na i bujmë se në kur t'na dohet neve, kur t'na kem nevoj, se kur s'kem nevoj. Po, por që 4 vite e keni këtë Po problem. vite, po t'kallzoj që kur kush s'interesa heq, as katuni. E kur e keni pas fundi her viziten, para sa kohë? Këto, Po. vëllohet një mrena më të muti. Mrena më të muti. Jo vizitën, po që ata që e norbe e kemi në reqe, se kanë reqe. Po. Që ata e kësi kënë të muti ta mneko. Por që edhe banorët nuk janë ata cilë bashkohen edhe Jo, me heq, valla. regullu këtë problem. Jo, vëllohet banorët veç i mshelin sytë e pejgrohen. As po besojnë që ata si kur s'besojnë. Që të pinë ujbe, që ti gypi. Që të bodi pa pas të uj. Po që shkanë qatë herë në përgjëp, ata janë të ujtë. Hera ne, herë nëllet, herë shët, herë trëbëlluet, herë fliqet. Por që nuk i keni të sigur të kohë. Me nërmë thonë kanalizim bëhet krejt. E shërë ata me sytë trëbëllin. Se di kuja kanë qitë të sapin. Hajde tash po i pyeti Edhe atje, diçka. të kufini atje me Sharban, ose me Prishtina me pëdim. Se dhja po toblën ka herë një toblë atje. Imi kona tash, Po. sfundi, para 3-4 Po, dite. një toblë është, e kufinit është. Një 20 radatorja ma shumë i kanë zonë Sharboni, që sa prunë shëshnyre që e kemi, ja unë stënë është, e pëdijës. Edhe tjetërit jenë kundë dhe një
përmi gjysë hektari e kanë mush me të plutën të lëfar burlugu. Atë shpia burlaga, qka që, të di qka u burlugu, gjithë shka. Po, e përzime. E kanë bu këder, edhe tash u dollë bori, dika dyke. Qartë ma vënd i kanë qitë një 4-5 kamionës aty, me kollë, në guzën. Bile basha ta kamiona ku i kanë qitë qëtash, një ullë për i sharboni, shkanë në kiton në rezës të molit, e kanë bloku krejte për mole, s'ko më ullë hiqe, qështu. Hajde po këthejmë tash po ju pyti për fshatin, problematikën e shtjellum, tash po të pës për fshatin, sa është fshati banuar, sa shtëpi janë përafërsisht? Lohe, më bashkë mirë se di, qatë e lufta, kur në ka përsej lufta, u rretën pak shpijat, kur ishë më lyp njëma. Me ras hundë gjithë kush. E ta shenë voglu aty, shpijën dollë shumica. E më thonë, aja në që shpija s'janë tybe, s'jam i sigurt. Se s'jem që i përqetë këtë farsen e shpart. Po thash nëse e din një kështë, me që... Por afërsisht e di, qysh e din tjerët e di edhe une, por afërsisht, 100 shpi, do shkojnë e vinë. Janë lëvizje. Po, në lëvizje, do e në vena li këtu. është më thonë ja 60 shpi. E raportet si i keni me zbanorve ju të fshatit? Në? Keni raportet mira? Jeni për njëni tjetërin? Paj tybe e sivja s'ni kukar. Qash për njëni tjetërin? Sa ka As një të mirë, kokë? as të mirë, as këqije. Bujmë muhabet, bujmë laf, po më kryo punë ja. Kjo është gjithë ditën. Po, një njëri nuk del më thonë diçka që e keni problem në katona diçka. Me zvetit s'keni problem. Me vetë s'kemi problem, po problemi që më punua ja. Problemi e që kë. E vërtet. Edhe një tjetër problem që shtë. Gjamin e ka njësë Hoxha, ty bëhem një di bash një se ordë si Si ja përshëm, thojmë emrin pa e më nëhesh. Pa emër E është. ka njësë aksionin me do djeltëri që të. Jënë të punua bëgje, po më duket, po gjami po punujnë. E shka më bëmë rëmi, kur të shohet, të kalëzaj. Po, Po, se s'pëti do vi marrë. me vizitu. Po. Po, çfarë pune tjetër bojnë banor të fshatit, me çka mirën? Banorët bujnë, janë rëkës me qëtë farë, si tregtia, si vendimtari dikush. Me bizneset veta privat. Edhe jashtë, po, private veç. Tu ka ca po punohen. E keni Tokat? një hapësirë bukur të madhe, po i shumë të mbjellmi janë. Po, Kemi janë të mirë, nisër më edhe në thonë- tjetër. Më thonë, 60% punuet. Po, ani, super. 60%, dikush e punon dikuna. Po, dikush punon shumë, dikush heq Po, ndoshta. dikush shumë, dikush heq. Që unë për veti, e kam një hektar që tu, po veç për punoj, po për i thëmë falë mirë kur për merë folë. Falë po ja u jep. Po, folë, Veç po, sa mos me la po të djeri. me dhëmë faliminirë bile. Se me pastruhe, që e sigur kjo ora këtu që është, edhe të shpija që e kom dojë atje. Qështu? Po. Apo shkoj me shyrë probleme atje, po. Hajde, Se apo, që po ende problem? atje s'ma kanë qitë mirë. Ah, Edhe kanalizimi sharbonën e kanë shruë në teritoritur, në 120 metra maknej. Po, Po, gypin aty, qëtë. Edhe jo pe lidhëm me kanalizim t'juën, kënena jo pe lidhëm dhe këtere e krymë punën. Unë e desha që atë punë e vunë ata. Shkot më rejshë nuë, se ju dole unë. Jo tha 100% të morën vesh, ta janë me lidhë me kanalizimin e podijevës, tonë stënë. Ata se kanë kryo veç e nikë. po banorët nuk kanë faj. Jo banorët kanë faj fort, se u duhë më dollë më smelu me qitë. Banorët tënë kanë faj, edhe ata kanë faj. Ata rejshin, këta si ndollë. Po vetë se kur shpoj vetë banorët, se kur dojnë ata... Jo, i Kur vetë. dojnë ata me punu Jo, i diçka... vetë. Pse në shpitem për më vetë, kur kur s'po vjen prejkë në shpitem. Po, ajo Se i dalë zëtë, ajo zonë privat. edhe në shpiton, e gjithkun. A këto Këto ja... janë rrugë publike. Qa me thyek, kryt, për këtë farë pune. Gjithkush peru për veti. Po dhe po, nuk janë të mira. Nashta mua dhe më kritikujnë, ka të nortë, hez djetë tash që flasë kështu. Po type për ata, në bëjë sopë, hez. Po, e mira, e gjithë kësaj është se ju keni dalë në emër gjithëve me folë.
Nuk është që ju preokupon vetëm juve, Wallahi, jo dhe për banor, po për keqen flisni. sa për shpëtem, si kom keq punën, sa për shpëtem. Kemi dore, kemi. Tash ka bu gjithë kush goti. Po duken shtëpi të bukura në fshat, përat sa po shofëm, jemi në fillim. Ka prej familjeve që janë në kushte jo të mira. Ka lakmitor. Lakmitor gjithandej. Ka lakmitor. Që ka se e ka tradit lypen, ai që i lyp, ai se në lypen kur. Lyp, po lyp. Shemull, po thëm, dhe shemull për baj. Dikush i ka 20 lëp, thët për baj 40 me të hujat. Me lypa, e lyp shtollën, e lyp këto. Qa lakmitori në ta. Ata s'nalen kur. A ka fshatin do një histori? Histori. Fshati ka historin. E ka një histori fshati në 64 kur u dridh shupi, mas u dridh shupi. Baba jem i ka myt 2 shki të leskusit në Shkup, e 2 ka plague, edhe një 7-8-10 i ka rreh krom si ku në hajvant. Edhe orë punë dhe ashtu begi 2 dur për i krye dhe me 3 muj bërgu këthy shpi. Po i ka një munin da övi shkun atje. E qaj e histeri është, qatë histeri e kohë. Që e din krejt fshat. Që e din i e krejt fshati. Po thuj se gjysë e lopit. Po tash, Lapjant janë na nuk jem kështu fort më dole më rejt e më thonë e diçka e më bu, se më konë të tërkush e kishë quat e rreth, këto. E kishë bu heroj mëti. Po na jem qashtu pak si të mbyllët. Për i tërë më dole më full. Lapjant janë mikë pritësa. Kështu e di une. Janë përgjësi, se unë e kumë pënue në Papinburg. Këtë firmat e rrugëve. E më konë frizoje, gillan e kamenit, se vitije, hajde bos. Po e djeve krejt. Po ma mirë se në pëdije s'kanë prit kërkun. Se në lapë, kërkun s'kanë prit. Se edhe qashtu e provoka pak. Dhe tim në rhije dhe flasim, se më kalla, më përgjëtim. E por që edhe sot vazhdoni me pas mikpritjen, i runi traditat. Mëndrohemi me i ruë, për ty peski që Që për shamull shumë e pas dashtoni me pi uj, je që tu, nuk gudzoj, a? une nuk gudzoj. Ani une që shpi uj ku do që... Po shumë po pim të shpia, që tash po thash më pa shku me këshyres atje. Po i po shkuj I me ka dhe një- qatje. i ka një- Hajde. 100 metra i kobre. Unë 100 metra me ecuna. Se Ha? 100 metra. E ke jeri kumet. Hajde sa fjallën e thëmën e. më lohe, Thiri- o zërë më jetë. Këtërim. Por ty e zërë se unë e pota më jetë. Jo dhe këtë ka tunin komën shëtiti. Po ti ka qa problem më lohe. Vallaj, Po veç kësha qysh për mund, qysh për mund me bu gjithat. problem E qikje. qaja ragona, ku ke qaja ragona? Ragona, A ragocic, a ragon? A ragocic është ta? Po. Nuk e di, a është. A mon tabel shkruan të rogona, rogocic, heri të isha ashtë. Herë, shtë. Ku më punu atje unë në qatë ragocicën. Po i përmendëm një përshëndetje të modhe për atë fshatë se njerëzit janë konë fantastik. Një arsim kryezinu atje, është i ati, ti kom pos dhe farë, që përnesha me ta dhe shëgë, mi e thonë aty, në qashtu i ngonë. Po tash në i mdollë, e këmë shuar ven punës edhe në pënzi i mdollë. Fshati u konë shumë i zhvillum, njerëzit janë konë shumë i kritësa, shumë Jenë konë dhe aty të moqivërcës edhe të rëgëqicë, aty në venë, veç A ka pëlqy fshati? një mesh ashtë po. si e kemi Po prezentu. shumë i mirë. Edhe një ura atje e ka mëne, që ku marrua që aty në rëgëqicë, bile ku më shruë aty për huri vërhem Krasnici. Se u më kunë mjeshtër. I urave, i pusetave, i qytynë. Qëtu? Se kam betë kështë dhe po gjujqit në beturina. Se kështë në këtë gjendje? E mos, duhet më fëllë për këj shikeq. Atje ka për sharbonin, a? Je kje me pëdive kjo hale. E valla, po na u bëhen dert me fol kesh, duhet me fol. Si të shofëm mirë, me fol mirë. Kur të shofëm të keqen, Vallahi. edhe ato duhet me qitën pa, edhe Kjo me qa u po thot? vedisu. E kështu të im shef, tani po shkojnë të u bo trash. Pa i më shefën. A për shë kësajde. Ta ka kujtë syni me po. Atër fukara la kukon. E me gjohë me kej për ledi, nuk unë të na unë. Pa që të kom. As ka As pos, po grëp, shoh. as ka pos, a?
Jo, pa, tash. Pastër është, mirë është. Jo, me kam lu shta bori, se e kanë bu helosh kajtë në të në unë. Me që kam lu bora, e bori rritat në plehë dhe ma vërt. Por që e keni në një pjesë shumë të bukur, po ku i kështë gjithë këtu pjesë ma të bukur atë Kosovës, jo me jetu. Na? Jo e pletë të tjerë. Kosova, Ja u kom zili? Kosova edhe u pja kom zili kur pisha në televizor. So ty për një kom logarit, po ju pejtë që në tashe u pisha, e po më duket mirë. A cili të ka pëlqy mas shumë ti? Si ju kujtohet, cili fshat? Allahe, s'pa di cilë më thonë. 200 epizode i ki burri fort edhe mos desh. Më bunë përgjësi, po më duket mirë, se nuk për një atje ka hen mizevira ta ka sjatë. Ja, së në nuk është që i një. E po u s'pin gjë. Ma jep një fjollë mirë tani që atë në televizor, unë thëmë bërë mirë të ko. Pej kohë, atë kur ti esh, mrena kur ti esh, u thash që lopi, pe shtyne qaj për mena, ma i mirë është. Po, lavjatë. Filloj freskia. Nuk jo mërbash original lapja, nuk jemë i Marecit, i ronë këpësht. Marecit? Po, i Marecit. Këtë Marecin e keni në shumë. Pa, këtë Marecin e keni Qëre shumë. këtu, Qa keni bo këtë bre? Qka? që? E kanë morë, e kanë gjuë. E kanë gjuë bërlogën. Veç mos me luë ven, e pse dhe? Që kjo, që aje që po flasën, që? Dhe ka ma shumë hale. A rengë ta ka, po duke shë njët, e kejtë e mushën bërlogë është. A për e shfarë bërlogë, i përzim. Që kësaj ka bërlogë të vi. Kësajde. Që për shahun që një Po kus, shpejt e shpejt. Mirë që kam luë. Kur nuk vinë, që asfalti kohat ne edhe 1 metër, kur nuk vinë, komuna s'kur kush me pastru, e kum lype, badi hove lype, edhe nej. Unë kushtu udha, se që ullë 6 metrë është, e pasht, asfalt veç. Po unë kushtu se u avyt. U avyt. E ta shimi të pjesa e mbeturinë, Që ta është e pjesa mbeturinë, tani edhe 150 metra. Që ka 150 Jo, në shku veç jelë shumë sytë, se kam mirë një qa. është kufini. Kush i ka hedhë mbeturinat? E kush lëpë, ku me gjithë ato unë s'pëgjoj. Pas ka shumë këtë nuk ka hedhë është një Po edhe me person. gjithë qa ku me bu, po jemi mënu me gjithë adres, diçka. E ke pjesa e kap me fshatin? Jo është e jona, E ju vje dhe ke pjesa. lapjan. Po, lapjan. Po dijeva qështë. Një pamje e shëmtuar nga këtu ku jemi e fshatit, qka nuk po gjejshe këtu? Kofe, plastika, bidona. As kush se ka po, notën e në ore kanë qitë. As nuk më me thonë, është jati katuni, as jati katuni, se po këtu e ka pu dikush. Veç kalon ka notat hazër e ore ka kej po të u ikë. Nuk ka, s'ka guzo me zgotë më habetin ma shumë këtu. E që sa kohë është A që këtu edhe është, pe i vërlugu. E që sa kohë është Që kjo kjo pjesa më kështu me mbeturina? thonë 2 javë dit. A, tash dhe më Tash, thonë. që kemë Roma. Hajde po s'ke ju në pak Hajde, se po po. vjen i Jo, makinë. më së tuti se... Apo shkputemi qëtë pak. E tash me shtemine pjesën ku ndodhemi të fshatit Halabak, është tërësisht fusha ora, tokat e punuara, gjë që m'pëlqen në secilin fshat me i po kështu. Kemi të mbjellur misër në të 2 ont. Nga këtu, drisa të afrohemi ma tonë shtepive, po i morëm vetëm pamjet me që banur. Nuk po takojmë imi në rrugën kryesore, e përveç kësaj edhe shtepiti kemi pak më largë.
Brahimi nuk na lëshoj pa hongër edhe boston. Tash e kanë ble, e kanë pri. E keni pri, e keni ble. Pe veti së speciale. Inshallah e kanë pri se nuk kemi kohë se kemi me pa fshatin. Kemi shumë punë. Kemi po lloj sa dush, gole mos ki. Për ata të i rështi. Hajde po e presum edhe bostonin ose shalqinin për juve qytetarë. Ai e si. Falenderoj familjen e mrekullueshme të Bajram Krasniqit këtu në fshatin Halabak, ku gjetem pritje dhe zemër të modhe. Sa që edhe qenë ka ersua, nuk e kemi vrejt hiç, se kemi qëndru bukur gjatë në oborin e shtëpisë së kësaj familje. Ne po vazhdojmë, kështu na ka mbetë edhe një pjesë e fshatit, të shofëm për çka tjetër njihet fshati Halabak, për ndryshe, po kujdes, se e ki shtyllën, për ndryshe fshati e ka një pamje të bukur, me natyrë, i rrethuar me kodra dhe malde, e kemi fresket, tash pas ditja po e bën vetën, çka u treme, çka u tute? Një të i pa shtëpit e bukura, tokat janë të punuara, e veçanta e kësaj se edhe nëse nuk i punojnë vetë, pakten ja japin dikujt, kështu me qeras po e them, po ja japin për me punu, në mënyrë që mos me elon token djerin. Shifeni, gjitha hapësirat janë të punume. Ju lumë, po në onën tjetër i pash edhe me traktor, po na eken. Hajtë nëse kemi fati me taku edhe dikon prej banorve, në qëfë se jo, po i marrëm pamjet e fshatit, edhe s'kemi qka. I kemi dhe disa shtëpi tjera e pas ka një strukturë interesante fshati, sa kemi shtëpi grumbull, më pastaj kemi livodhe, fusha, ora. Tani, më pastaj prap shtëpi kështë grumbull, e pas kanë si cikcak shtëpi të kështë të shpërndome, edhe qëtash pas kanë dollë për shëtitje, për ecje, grote katunit, mos sekni, nuk do ju qesëm, nuk do ju kemi në fokus. Pjesa e trotuarit, pastërti gjithandej ka fshati, është bukur shumë i ngjajshëm me sharbonin, nga natyra e kam fjallën. Kemi këtu një pjesë të asfaltit, i cili është tash i shtrum, se di janë ndëgjojnë. Përshëndetje! A do një musafir? Dikush po dele, hajde se komi ju pyet diçka shpejt për fshatin, shpejt si drites, edhe ekim që të fshi. Sa marakli, ju kote thash se fshati është shumë i pastër, hajde në fokuson di bën në zëm. E në anën tjetër, që e këtë tipi me traktor që e posh, shefe mëre sa punëtor,
Unë më bërë! Përshëndetje! Jemi me Kamir, ku me ju pytë për fshatin. Si jeni? Se gjallë, mirë. Ama fshisen? Ja, fshisen, Ama mëre, po ku e ki grunë mëre? Ja, të vadit bashkën. Ani mirë, në punë qenka. Po, normal. Qësh jeni? Gjallë, mirë. Familja, Krejt. me shëndet, Mirë, shumë gjallë. Si është fshati Halabak? Fshatja pesheni, për marak. Për marak po, si janë banorët, kjo më interesën. Banorët, se cili ma mirë se tjetëri. Kushtet i keni mirë se cili, ja? Allah të varfën për momentin në kona Halabak. Shqyrish Allah s'ka me pas, kur mo? Ka pas, po në koko që 5 vjetë e kënej në kohë të varfën Halabakis. Pse me qëfar veprimtarie po mirëni? Qëfar pune po e bojnë? Ka 2 puna me dash mi punu, më nëshë me punu. Punë ku duesh gjonë, kush do me punu, kush zdan. Po, përgjësi, fshati, qëfar pune e bojnë? Unë më punën shkull, punëtur teknikim. Edhe këni ka shpia? Ka shpia, ka pak me dru që të shes. Po, po është e fështirë është veç. E fështirë, por ato që pritonë gjithë punë edhe me nejtë të fështirë për dikën. Allah, po ani me bo me u Kush ljotë do të me nejtë. punu, punë ko sa dush. Po. Veç a do me punu. A ka diçka që i mungon fshatit? Po në ashta diko i mungo diçka veç për gjithësi mira. Ka asfaltu, thuj se rrugë gati kreti, ka. A është kjo zonë private, kjo pjesa këtë, apo është publike, e fshatit? Private. Se po më duket se si private, me që Jo, private. qenë ka pak ma e veçantë. Private, konë për komuna i ka shru rrugë, tash kjo Ani mirë shtetërore. bota pas ka pu asfaltin në derë të Po, shpis. njerë ma ka pru mu, tani da i kënë shia o dollë që atje ka shru dhe ati. Ta natë miret. A ka rrugit që është e pashtrume? Ka dikon me shumë pak. Për Ko, ndryshe, a alo. nërgum se po na bën zhurën, po na pengon. Po na përshë punëtërë. Ja punëtor valla, halal i koft. 4-5 kur s'nalet, his. Po a? Kur his s'nalet, dhe i ka kushtet të natë mirat po punan. Po tash edhe nëse i kemi kushtin e do të me vazhdu me punu. Që do me punu me gjithë shka më nësh me punu. E vërtit. Veç me nejt, për nejë s'ka kur gjë, kur s'ka Valla pos. ja, ani me bo me u lodh të nejt, nuk ja gjonë heq kurqysh kimetin që thujmë për me pushu. Sa banor për afërsisht janë brenda fshatit, nëse dini me më të regu. Vallaj, Ose sa shtepi, shtepi për mi 100 janë. ka prej 130 mërgjimtarve shumë, a e kam braktis fshatin. Prakti se kanë, ka jashtë kemë shumë, po vinë, pushime vinë gjithë. Ja, për pushime, Kur për s'na pushime. harrojnë, kur Ja, s'na me ju harrojnë harru- shpijat i kanë. Po, ta man puna, Kanë po. marru shpijat. E kisha fjallin me qenë banor rezident. Rezident ka bolle kanë shujën, shku në Prishtinën, po dijeve, po edhe ka këtë bollë Pa sa dhe dush. bëllë pas këtë mitë. Bollë, la ka sa dush. E tash mërgota me ju pyt, a ka kontribu diçka për fshatin, përveç në ndërtimit shtëpive tyne? Bolla kështu si fshat, thuaj se pak s'kanë marrë kur gjo aksione bashkarishtes. Sa apet po vjen traktori, shkojmë atu. Në me na po zhurën prapa? Po ja, po në teoris në alet, ja. Ja, jenë edhe ata banor, ata 2-3, se s'po i di sakt Po ata dy janë vllazni djeltmici, kam kjo ka Nage ishi. pak, pusha! Ja, e se akşam me zeteri. Po shaj bes, musullon. Edhe neve na ka zot tjerë Ata sot në hada djeltmici pak. janë ata, më ta, po. Për çaj një daljo, veç për çefa. Vesh dola me ju po, me të po të fshi, me fshiz. Shumë jep, fshina si bërlogun. Po. Une, ma herët e komentova se fshati ka një mirëmbajtje shumë të madhe. A kujdeseni ju vetë banorët, apo e keni dikon kështu Vallaj, mirëmbajtës që e paguhet? ja, kështu për veç vërë që i paguim, që i mirë mban dikush është, se kështu vëlla ja, veç vetë. Vesh vetë që ka Veç kujdesni. vullnetarisht dikush merë ka erë aksion. A ndodh në njëherë për shkak me dal për qefi kështu me i pastru nëse shena i mbretërin? Dalin. Jo, delni. Unë për veti maja, më të Ja, kaltu ti pas drejt. ke knej ka shpija Unë me të dru. shkolla që atje e mirëboj ka shkolla, ke po kur letër zgjon ato hes. Ja, krejt fshati, shumë i poste. Përgjithësi që në mahall të naltë është një kon ushtarit e uqëkës, të me kë, fizikët është në pendion aj, një pitina është fizikë, atë rrugën atë dhe të shpjeve të gjithë e mirë banaj. Në nip, her aj, her nipi veç gjithë e mirë banë. Ju lumë. Aj kujdeset e shumë mas shumë ti. Edhe të jirë ka pak, po aj është s'len hes, s'len shumë kujdeset. Shumë mirë. Çdo rrugicisht e pastër, ju lumt. Po, sa të mujmë po, pse për veti e kem, Po, a me natyrisht. prit, Ja, veç për- për shteti s'ka me prit gjithë shka. Edhe për që viju në mja u pastru ju, Jo, ja, që ashtu është, ja ordën, ja ke gjithë pas, jo, mirë, pa që mirë rrugët e shlira, pse ju. s'ka mirë. Njeni me krit banorët, me zveti, a mundini me u martu? Në mi vit janë? Po. A
mundeni, e keni Oj, mundësi? valla që në mahal të kë e shikje mirë martu, si jema mu mu martu. Po, do të Ka thonë në nuk jeni Alabakur. gjak. Po edhe në Allah e babë se kun të planalit e martu me. Po. Nuk jeni një gjaku Jo, edhe... e po. si jem ata, me qasi jem me ta. Mhm. Halabak me halabak, ka 2-3 raste, në ka që jenë martu, se si jem kur gjënë me Po, viti. dhe po, për atë. Vendali, Na jem pe i 2 zitarë në halabak, të na Mehmeti që a, ndëz, isha, im ka ndëz. Pe i 2 jem është mati, dhe 230 vjetë besoj, po. Shumë. Bab gjysh jem edhe në deke. Stërgjyshe, katra-gjyshe, Bab për gjysh i para ka ty. në 93 vjetë, a i na ka kalzohet që pe i 2 jem edhe i njef këta, hala i njef këta që i kemë tafën. A ka fshatin ndo një histori që javlin me ndo për nive? Ty bo në shti. Nuk dhe je i ri është. Jo i ri, si jam vëllat 54 vjetë, si jam i ri. Ani i ri, nuk plak jo. Najt me bab gjyshin 93 vjetë, po Po, dhe? s'ka na mojt men kur gjopë, shë. U dosh mi qkru. Jam me qkruja edhe me mojt men do histori, po. Po, e ta që jeni edhe punëtor në shkollë. Shkollë, Po, sa është numrin zonë sa momentalisht? 71 kon, Dërën qërshor. po, të eqës. Po, inshallah 71 rritën. 2 herë, ka një na ekshën, që ka ishin fushkësua, po na i merë shumë. Po, a janë vetëm nga fshati edhe për rreth fshatra tjera të kësaj komune, që vinë? Do begëlle kanë edhe gjakalit janë me Tërnovë vinë atu në Halabak. Se kanë ma ofër, nuk shkojnë se Tërnovë kanë ma largë, të përgjësi Halabak. Po. Edhe tokat po punon, çka kultivohet mas shumëti në Halabak? Këtë veç kallamëq, grunë, tëtër Po. dhe i bashkë dikush sa për vetë, se s'bën A kërkush. ka prej familjeve që mbohet vetëm nga punimi i tokave që nuk ka ndonjë punë? Jo, Allah, s'besoj që Tjetër. jo metë kërkush ashtu. Gjithkush angazhohet diçka ditë. E ka një punë parësore mandej tokën dytësore. Dikush janë ndërtimtari edhe për në tokën, dikush ka pak në varë. Edhe për fund, emri si ka mbet fshatit Halabak. Këto typën e dim Ka heq, shumë interesant. janë amunu me po s'di. A ja dini ndonjë kuptim? Halabak? Dika po, dika ka e përdurin e di. Unë ja dini kuptim, po s'po e thëmë. Jo, Si e përdurum? Unë kum punuar 15 vjet kum punuar të Ismeti atje në shpëtimi 5 sekond material ndërtimor. Si e saj e një. I shkon një i na dhe jap ke buk ato hang shumë buk. I u koni Hasan Begut Maqedonis. I Shkupit. Po. Edhe veti ka e ti e thash e Halabaku. Edhe janë nisi për kesh. Thash fol qa po të me honë se diçka të vrojti ke varë S'ka ka fjole. për me kish. Tha Halabak, tha i thëjmë, tha me gjitë që me i tu cërat. Qasti, tha i thëjmë Po, që të si. një Halabak, që të më... Mos me hanë për shemë në i misër, anë që ka posaj. Po, e kuptoj. Shte Faleminderit. ka kur gjoja, thash, shte ka kur Nuk gjoja. ka rrezik. Heq su shqetësova, heq me atë punë, thash. Shqetësova. Gjithë kush e përdur, Dhe të përdor që po shton. dhe që tipit ishe i tjetër. Unë ta tregoj prapa kamerës. Se nuk po du me thonë ertë gazetarja, na tha kështu e ashtu Gjithkush e... din diçka, gjithkush din diçka në atë vetën. E me një mirë, jo, s'ka na mujt me përkthy kërqysh, me qit ma mirë, po e lam qashtu apet. Si i veçantë është. Po, shumë. S'po shkonim janë ndru në komune. Me 5 euro janë ndru. Që mas luftë më nuk mja gjithë një, po e lan S'kesh apet ma të Halabak. bukur. Jo, s'pat kërkon, thanë pilom që tonë. Faleminderit Edhe shumë. me të Ishte mira. shumë kënaqësi. Vazhdo me pastru Je pak, së meta të ambientin. pak. Po veç edhe pak se ju zuna one. Jo, na zone, po që... Ishte shumë Kush ket ju ka keta. Unë jam Dorontina. Jo, kështu cilin me dio, ma... A, jemi me emisionin Katuni jem, në YouTube. Shumë mirë, ka ke shumë mirë. Po, Po dojt je pas mirë. na podikot, Po, pas na... mërë, a e qika që jene për shpia? Po dhe në përshpia pa thirë heq. Po, ja thirë, ja që të mire e kam. Pa thirë, po dhe Pa veç... thirë është interesant se Pa, kur të më thirën, Ja, si shka të i bëhet, heq? si të bëhet me thirë telefon me unë hajde, mos shko Ja, heq. tani nuk shka i Mos heq. shko heq. Interesante është me i shku njerit pa thirë edhe që shpon pret. Qashtë. Se ashtë të mbet kur gjoj interesant. Kaj Faleminderit. kafe javë qesëm që tani. A, zoti ju dhash bereqet. Kom që to, asë në Valla, brenda. po. Zoti ju dhash bereqet se e kemi edhe një pjesë të fshatit. Faleminderit shumë. Mira, po, Ishte knaqësi. ditën e mirë ka Mirë përmën. pafshim. Hajde me të mira. E falenderoj edhe një tjetër banor këtë në fshatin Halabak, i cili na njoftoi edhe pakës për fshatin Halabak, e që ne po vazhdojmë edhe një pjesë tjetër nga ky fshat, edhe na u duhet me bitis, me që fshati nuk është i madh, me shtridhje bukur të madhe, por shtëpi nuk duket që ka edhe shumë. Mbetet me u pa kur dal ma nej, se nga këtë nuk po arri me po, por që
jemi edhe drejt fundit. E kemi edhe një, pse po qesh bre ondi, e kemi edhe një tjetër Rogic. Në fakt, shumica e shtepive janë të braktisura nga ajo që kam të regun edhe banorët, ka edhe nga pjesa e Mërgotës, e që po du me i përshëndet gjithë mërgjimtarët e fshatit Halabak. Nuk e di se kush ma ka bo ftesën, me ardhë në këtë fshat, por që e rëndësishme është se jemi sot këtu. Edhe një tjetër pjesë e tokave, shtepi janë ndërti me sipër, por që nuk janë familjet, shefe pastërti, nuk e di ondi sa rinë në përmjet pomjeve, mjau të regu këtë marifet, shqiptar honës dhe ishta me thonë, po nuk e di mos po t'inglon keq, do shta nuk t'inglon bukur, shqiptar honës, se di pse përdorin me, hitë se di. Ti të regojmë botës se jemi populli maj mirë, populli shqiptar, edhe shife se si i mbojmë fshatrat. Unë nuk hezitoj kur të shoh fshatin e bukur e të pastër, o ma qef kom unë me thonë se ju i vetë që jeni banur të fshatit, se më knoqet zemra kur shoh bukur. Por në anën tjetër, në të kundërtën, edhe ato nuk hezitoj me thonë. E kemi një pjesë, qa mi thonë? Si shakt, si, por që tash keni parasysh jemi në verë dhe s'ka ujë. Sa bukur nga këtë, perfekt. E nga këtë po më duket jem të e pa dhe qytetin, a? Shumë i ndritshëm është, ka shumë drita në shit makinave. S'po e di se që tash mo kanë boka tunet, mo kanë pështil, nuk po e di as vetë. Dikun më kanë tregu para xhirimeve, i kanë pyet se ku saktë mbaron fshati, më kanë thonë ofër xhamis. Pra, edhe njëherë ta ripërsërisëm, punohen tokat me të madhe. Jeni të i pa traktorët gjatë gjithë kohës në lëvizje. E bashkë me bojqit, po më duke që tash që i erdhëm fundit edhe ne. Po besoj që ndoshta nuk ka diçka që nuk e kemi thonë për gjatë ditës së sotme, këtë presë nga vetë banorët e fshatit. Shpresoj që nuk jemi me informata mangët, për aqë sa ne u mundum, kështu edhe ka dalë fshati. Gjithmonë e thëmë, ndoshta nuk e kemi fatin, me taku edhe më shumë banor, e me nga të regu se mandej po më shkrujnë, s'kom qëllu, i shekon, kam me të mara, kom pas me fol, kështu, ashtu, por qa t'i bësh, një fshat i lezetshëm, me njerëz mikprica, një fshat i pastër, të jetë i pastër, edhe po më pëlqen se tokat janë gjithandej të punume, të pakten të kosit me po. Ani pse, nëse nuk ka diçka të kultivum, të mbjellme, të pakten e kosit me është. A i dojmë fund nga këtu, e kemi xhamin, po tërë bëndë shumë, nuk shifemi. Okej? E pas kanë edhe ndryqimin, disa i pas kanë të shkonta. Atë marrë një ndryqim të fshatit edhe kështu e mboj me veti katicione, se nuk e di sa po arrim publiku me më po. Po ajtë se ju këmë bo bajatun po është zoten. Gjdo dit, aj bak lov me hongër, gjdo dit bënd bajat, lemo me më po mu. Faleminderit shikuesve që i kemë që nga epizoda e parë. Unë nuk e di se si jeni kaq të mirë, e me ato mesazhe që shdini me milulis, shpesher ndodh jem kështë nervoz me vetën, ose njerëz jemi, nuk jem diçka mirë me disponim, tap të më vjen një mesazh edhe komplet më ndreq ditën, mundohem me i kthy gjitha mesazhet që arri me i hop, me i lexu. Asnjëherë nuk ndodh me i lexu dhe mos m'ja u kthy. Ju jeni ata cilët e bëni emisionin këtë që është. Edhe një tjetër shtëpi shumë e bukur, po shpresoj që nuk është e mërgjimtarit, po kam dëshirë me konë një familje shtesë në këtë fshat, të mundune me i kthy familjet sa ma shumë. Si të qoftë, e përshëndesëm nëse e shën emisionin. Shefeni sa pjesë të mëdha të tokave që ka fshati. Ju kam thonë krejt në fillim, është me një shtrirje bukur të madhe, por me shtëpi cik-cak, janë të shpërndara.
Po m'pëlqen se çdo rrugic, asfaltin e kanë deri në dirë të shtëpisë. Shumë bukur. Perfekt. Sa ke shkarcuna. Qa, dërëntin tu i lavdu, ke karzosh për veti. A shirri vete, se më pëna del i gjorpën. Nuk më m'pëlqen mirëmbajtja e trotuarit. Një kos këtu e shpejt për. E kish pastru edhe e kish zbukuru hala ma shumë. Fshatin. Përshëndetje. Ja pra ndryqimi, apo më sheni? Ndryqimin e pas kanë, që të vënejtë? Ma po gushen, a? Më kapen pantullat. Drita? Po vesh do ty me dollë kështë si drën, vesh me më gjiru me drën. Po më gjiron me drën, edhe shina ta manë kështë. Hajtë se s'është nevoja me u po në fërt, që të fshatin. Fshati është shumë i përshtatshëm për ecje, sidomos në kuhen, kur jemi tashme me xhirime. Edhe ojri është shumë i pastër. E kemi shumë freskët, sa që kemi fillu pak me njërt. E keni parasysh ofër maleve, çdo fshat e ka këtë veçuri, këtë mirë, nga në natyrë. Jemi pranë varrezave. E normalisht nuk kam dëshirë në asë një fshat me i pas në fokus. Po shpresoj që nëpërmjet pamjeve që ju kemi sill sa do pak, ju ka pëlqy edhe juve njëjtë sikur se neve halaboko. Kjo ishte e tëra që kemi përgadit sot për juve këtu në fshatin Halabak. Faleminderit familjeve, faleminderit edhe juve shikues që qëndroni besnik çdo herë ndaj neve. Ne takohemi në fshatin e radhës deri atëherë, mirë mbetëshi!